Por mbytyjet në Vlorë janë pasojë e ndërtimeve pa kriter. Në mbledhjen e parë me drejtues të institucioneve vendore, kryebashkiaku Dritan Leli tha se pirgjet e mëdha të betonit të kthyera në pallate kanë dëmtuar kanalet e kullimit. Sipas tij, kapriçot njerëzore shkaktojnë më shumë dëme se ato natyrore. Por të dhënë një leje ndërtimi është përçudnuar në këtë lloj hapësire. Rreth rrotull Godinës është shpikur një kanal me kënd të ngushtë në cilin ujërat duhet të rikthehen aty ku kanë qenë. Të gjithë inxhinierët që unë kam konsultuar përpara se t'ja u reklamoj këtë fakt, më thonë që pjerësia në këtë nivel të tokës është kaq e ulët saqë s'mund të lejojë kapriço të tilla. Leli e cilësoi situatën alarmante, pasi përmbytja e fundit solli vërshim të ujërave të zeza në qytet. Na del përgjegjësia qytetare dhe ajo indikuar nga posti për të marrë veprime të rëndësishme në mënyrë që t'i shkaktojmë qytetarëve tanë sa më pak stres. Vlora është qyteti ku ne do të rrisim fëmijët tanë. Dhe në momentin që në rrugët e Vlorës vërshon çdo mbetje e ujërave të zeza, sigurisht që ky është një dëm i madh për të gjithë ne dhe më tepër për fëmijët tanë. Kreu i Bashkisë Vlorë takoi edhe 9 kontraktorët e firmës greke, që po zbaton projektin e Lungomares, me të cilët rakordoi rinisjen e punimeve më 15 shtator për të mos penguar vjushmërinë e sezonit turistik. 23 gushti 2016 është data e përfundimit të projektit të Lungomares.